Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Në Food Lovers, po këtë herë ndryshe nga hera e fundit që ishe. Këtë herë ndryshe nga shumë herë që kam qenë. Ndryshe se do më mësosh mua sot gatuaj. Unë besoj që do jetë përbashkët, nuk do të mësoj gjë. Kam ardhur në fakt kur kam hapur atë derën për herë të parë, që kam hyrë për herë të parë, kam gjetur këtë dhomën e vogël plot, jo vetëm me njerëz, po edhe me një atmosferë shumë të bukur. Dhe kështu jemi njohur bashkë, në fakt. Unë kujtoj, në fakt, e kujtoj shumë të qartë atë moment, kur u hap dyra dhe hyre me një kështu skepticizëm. Zgjata kokë. A të futem? Kështu që mirë se erdhe prapë. Do shkojmë në kuzhinë? Në fakt ka qenë kjo edhe dhera që provuam po atë ditë, sepse Vërtet? E mbaj mend shumë mirë se mua më pëlqen shumë që të provoj verat shqiptare. Edhe ka qenë një industri që është zhvilluar kohët e fundit, po këtë nuk e kisha provuar, kështu që e provova këtu për herë të parë. Po në fakt unë këtë mendova për sot, duke qenë se është një blend me varietete shqiptare, merlot, kabernet dhe shesh i zi, mendova që na rin shumë mirë me pulën me jufka. E provojmë. Kështu që s'kam në kuzhinë? E provojmë. Dhe kështu ne këtu e kemi filluar zjerjen. Këtu kam filluar dhe unë për herë të parë, në fakt. Tani arsyeja pse zgjodha këtë recetën, ne do bëjmë sot jufka me pul, ishte që kjo ka qenë receta e parë që kam bërë Food Lovers. Po kanë qenë dhe sheqerpare. Mua pëlqeu shumë kjo idea. Kanë qenë dhe sheqerparet. Unë nuk e mendoja ndonjëherë që do merrja një kurs kuzhine për ushqim tradicional, se duke qenë se jam familja e Tiranës, se neve ushqimin tradicional e kemi pjesë të rutinës tonë familjare, po kur e pash njoftimin që kisha bërë, më pëlqeu ideja dhe thash pse jo. Kështu që sot ne jufka me joridën. Kemi jufka me pul. Për fëmijët kjo është një gjë shumë e lehtë. Se dhe i gënjen pak dhe i thua që janë makarona. Po në fakt këto janë makaronat shqiptare. Po, jep edhe pak pulën edhe lëngun e pulës. Ka disa mënyra se si mund të bëhen. Unë bëj edhe një variant tjetër që është pak më i gjatë, po sot ne menduam që të bëjmë këtë të thjeshtin fare. Atë praktikun, që edhe nënat me fëmijë, edhe kur je pak vonë nga puna, ti mund ta bësh. Vendosim pulën për ta zier në fillim, që ne kemi vënë për ta përgatitur, që të na kursente pak kohë. I kemi hedhur trumz pak në fillim. Për aromë, Për aromë, dhe po i hedh edhe pak tani unë. Edhe një gjethe dafine, prandaj vjen kjo aroma. Që era e mirë vjen. Në fakt, e mira është që i jep një valë të parë pulës dhe derdh lëngun, vetëm 5 minuta. Që i heq ujin e parë dhe pastaj kjo pula vazhdon edhe zien deri kur mund të jetë gati. Unë mendoj që se unë desh harrova, po gatuajmë dot kështu si ndriklla të veshura, po. Dhe do më kujtosh pastaj se kemi këtë përparse, ne kemi dhurat për gjithë ftuarit tanë që ti të gatuash në shtëpi me Unë kam dorezat edhe atë që marrë nga fura, atë picetën e vogël, i kam me Food Lovers. Shishi. Po duhet ishte edhe përparësja. Jo, përparësja më kam të them të drejtën, jo gjithmonë e përdor në shtëpi. Jo gjithmonë e përdor në shtëpi ndonjëherë nga nxitimi. Tani ndërkohë që pula zien, neve marrim dhe ja heqim të shkumën. Okej, do t'ja pastrojmë shkumën. E pastrojmë shkumën, që nga që ja kemi pastruar shumë, kjo nuk është se ka shumë tani. Po ta shofësh ka hikur kryesisht. Shumë pak, se ja kemi ullur dhe nxehtësinë. E vure re që kam veshur një fund bëjqell sot, Joida? E vure re që sot je veshur bardhë dhe blu. Tani je veshur si Gold Sirona pra. Je veshur bardhë dhe blu për ekipin tim të zemrës, apo je veshur bardhë dhe blu për partinë time të zemrës, nuk e di. Jam in për të dyja rastet, kështu që dhe ndërkohë që zihet pula, unë mendoj që ne mund t'i fusim pak jufkat në furrë. Okej. Sa t'i japim pak një ngjyrë. Besoj që gjalpin që është bërë gati, të them të drejtën, gjalpi është një kështu nga ato gjërat e domosdoshme në kuzhinë, që aq mirë nuk të bën, po i bën aq shishme ushqimet. Unë në fakt nuk i dëgjoj shumë këto dietologët për thonë hiqin dorë nga yndyra. Unë gjalpin dhe me vajin e ullirit nuk bëj kompromis. Unë në fakt kur gatuaj në shtëpi, më pëlqen që edhe ti miksoj të dyja.
Besoj që kaq është mjaftueshëm se do t'i hedhim pak edhe lëngut. Kemi shumë jufka, se do bëjmë jufka për të tërë. Dakord. Më pëlqen që ti miksoj të dyja, për shembull. Do t'i hedhësh vaj ulliri apo jo? Jo. Këto jo, po për shembull nëse skuq për shembull qepën, se ka edhe një variant jufkave që mund ta skuqim pak qepën në fillim, e skuq pak me vaj ulliri dhe me gjalp, me të dyja bashkë. Çura është gati. Dhe Ardeta na ka zgjedhur edhe këtë tavën e bukur në fakt. Po, duhet ta bënim tamam tradicionale të gjithën. Sa do t'i mbajmë aty? Sa do të qëndrojnë aty? Unë mendoj sa të marrim pak një faqe pak ngjyrë, nuk e mas dot me kohë. Ajo e kuqërojmë ta. Po, nuk e mas dot me kohë, edhe kam këtë të keqen që në fakt ja kërkoj mamit tim ose kujt i kërkoj një recetë, i them sa. Ma jep me gram, mami më thot me sy për shembull. Ne çdo gjë bëjmë me sy. Unë atë them jo mamat, po edhe shefat. Kur unë pyes, unë gjithë punën time kam të lidhur me shefat dhe them po sa. Po nuk e di se unë ja hedh me sy, kështu që kur ja hedhin shefat me sy. Ndërkohë që unë kur i lexoj recetat për shembull, për çdo gjë thot 450 gram miell dhe përpiqem që të jem strikte. Se më duket sikur 1 gram më shumë nuk e prish po balancën. Gëzuar, Jorida. Gëzuar dhe faleminderit që më ftove. Faleminderit që erdhe dhe që gjete kohën, sepse unë e di çdo të thot tani, të jesh super e impenjuar nga ana jote profesionale, por edhe ana tjetër nuk është më pak e impenjative. Domethënë ti je mama e 3 fëmijëve, duhet të jetë ngarkesë shumë e madhe është. Në fakt kur erdha këtu tek ty, e konsiderova edhe si një mënyrë për dal pak nga rutina. Kur pash që një biznes i ri ishte krijuar, dhe të kisha kohë që të ndiqje në Instagram, ishte krijuar një biznes i ri nga një vajzë, atëherë di e vajzë, po ti e grua me 2 fëmijë, dhe më duk një ide shumë interesante, thash, se s'm ka shkuar mendja, kjo është lënda që unë jap në fakultet, sipërmarrje dhe menaxhimi biznesit vogël. Edhe edhe doktoraturën time e kam me bizneset e vogla, dhe thash, sa interesante qen ka. Kur erdha këtu e provova, ishte akoma më interesante se ç'dukej. Ideja ime ishte si të bëja njerëzit bashkë nëpërmjet ushqimit, edhe kështu lindi gjithë ajo. Edhe ja dole. Në fakt po. Për shembull, unë mbaj mend që përveç gatimit, ne jemi ulur bashkë këtu shpeshherë sepse sigurisht që gatimi është shumë interesant, po edhe kur kemi ndarë ushqimin dhe kemi folur secili për veten tonë. Dhe kur ti bisedon me një grup njerëzish që nuk njohin fare, që mund të kenë parë për shkak se figurë publike dhe të shohin në kontekst tjetër, sigurisht që mund të ndryshojnë edhe mendim. Arsyeja pse më të rroqi biznesi jot ishte së pari, është shumë e vështirë që të krijosh një biznes nga zero në një treg të pjekur. Tregu i restoranteve, tregu i qoftë edhe i verave, tregu i eventeve që ti mund të organizosh. Sektori i ushqimit tak duhet i tej ngopur, dhe duket sikur ti s'ke më nga hyn. Është i pjekur shumë, kanë krijuar një network që ndoshta pranojnë secilin ato grupin e vet, ato rrjetin e vet, dhe pjesa më e vështirë për një biznes është viti i parë. Kur ti kalon vitin e parë që merr frym, ti ndoshta mund të fillosh edhe të ke dhe eksperiencën, po të fillosh të marrësh edhe pak më shumë hapësirë për zgjerim, ke dhe një eksperiencë që si mund të përmirësosh dhe çfarë mund të bësh ndryshe. Po nuk ka gjë më të mirë se ti jesh boss i vetes. Kjo ka qenë për mua aja, domethënë që në vitet e hershme, që nga 2014 që un kam sipërmarrjen time. Kjo ka qenë ajo që mos kisha njëri mbi kokë, nuk e di pse kisha kaq të rëndësishme këtë gjë, ndoshta edhe për atë faktin, efektin që të kesh një shef, nuk e di, më tingëllonte shumë keq edhe të isha e varur. Edhe pse punët e mia të më përparshme ishin gjithmonë si punë të paguara në bazë përqindje, ose kam ndier kurrë të faktin që ti t'jesh. Pra, unë punoja kur doja unë, sepse kisha interesin tim, edhe ishte një shtys shumë e mirë për të të motivuar. Pastaj, patjetër që edhe stresi dhe presioni ishte shumë i madh se në fund të muajit, nuk e një rrok fikse në fund të muajit. Në fund të muajit si familjare ishte një super presion, por që ja del kur ti kërkon pastaj nga vetja. Në çdo fushë, po në këtë rast ka akoma edhe vështirësi sepse varet edhe ardhura e familjes dhe shumë gjëra. Gjithë elementet e tjerë, fëmijët e vegjël, në ato kohën që ti je vetëm rend dhe vrap dhe çon njërin dhe merr tjetrin, ndërkohë duhet gjesh kohë për gjitha edhe. Megjithatë, ajo po ka kaluar. Tani jemi në një fazë tjetër që ndonjëherë kur shoh rastësi jote më vjen, domethënë ndihem e pafuqishme për të bërë shumë gjëra, për të ndihmuar njerëzit, se ka kaq shumë gjëra të bukura që së pari njerëz që nuk i ndihmon dhe nuk i mbështet kush, dhe së dyti që duhet patjetër që ti promovojmë edhe si modele suksesi, se shohim kaq shumë modele që nuk janë
për modele suksesi, që nuk promovojnë punën, që nuk promovojnë mundin, sa që më vjen i natë dhe them që pse është kaq e pa drejt. Po unë besoj që ti ke arritur në një nivel që tani mundet besoj që të edhe zgjerohesh. Jam duke e menduar, kështu që le të shohim çfarë do vijmë mbas. Tani, kjo e filloi e mori një ngjyrë, po unë doja që... Unë mendoj që ne mund t'i trajtojmë një çik. Po, do marrim pak këtë, ja këto kam unë në shtëpi. Besoj dhe pak minuta, as 5 minuta pak është gati. Nuk do donte, kështu që është okay. Po, besoj që është gati. Ndërkohë ne duhet ta nxjerrim, kam përshtypjen pulën. Unë mendoj që neve pulën mund ta nxjerrim. Ta hedhim në një tas. E kemi gati këtë këtu që ta kullojmë. Okej, super. Më udhëzo. Tani. Jam gjithë sy e vesht. Unë të jem dimësja jote sot. Nuk jam në një kuzhiniere klasi, por përpiqem. Nuk kemi nevojë. Nuk kemi nevojë. Në qoftë më ndihmon. A prishim ne këtë? Po t'ja. Se besoj, sepse kjo është zirë tamam mjaftueshëm. Këto. Okej. E lëm një minutë sa të kulloj. Në lëngu do na duhet. Do na duhet se do e përdorim këtu. Okej. Rron këtë pulën e mora më të madhe. Ka hyrë në ujë. Është zjerë, pa, është zjerë goxha. Po zjerë më shumë se ç'duhet, se shiko se na është ndarë këtu. Po mirë, çik muhabet do bënim ne. E lëm pak të ftohet. Ja bëjmë dhe një përzierje të vogël me kësaj? Po. Ne këtë pulën e sakatuam fare. Unë këtu nuk dëgjoj fare. Po. Me të drejtë. Çajre mirë vjen. Këtë pulën e sakatuam fare, po të thosha. E mirë, pas kemi bërë për supë, po s'ka gjë. Tani kjo gëshëra që... Do t'jetë shumë e nxehtë ajo për ta marrë. Po prandaj thash që ta pres pak kështu që të ajrose që do dorez, po prap njësoj doreza çon nxehtësinë. Çfarë mund të ndihmojnë të kapse? Kjo gëshëra që nga shumë e mirë. Duhet kjo? Ja, ashtu po, më mirë me atë, që mos na kap me dorë. Jo, po të djeg, shumë e nxehtë. Si ka qenë fëmiria e Joridës, si gocë Tirane? Shiko, unë jam rritur në një familje të madhe, me shumë njerëz të cilët ishin në këto shtëpiat e vjetra me oborre, me kujtime shumë të bukura, në fund ditës si çdo familje tradicionale shqiptare, po unë e mbaj mend veten, shiko sa shumë e kemi zirë në këtë. Mirë, se nuk... Unë e mbaj mend veten gjithmonë duke vrapuar nëpër këto rrugicat. Lagjet. Nëpër lagjet. Që s'kishte kufizime atëherë. Mbaj mend, gjyshim nga mami ka qenë profesor matematike dhe mbaj mend kurset e matematikës që bëja dhe detyrimin për të mësuar algoritmat, që them drejtën, nuk është se më hynaj shumë punë, po... E di çfarë thotin birë? Më saktë thoshte. Çfarë do më duhet mua rrënja katrore? Edhe mua nuk më është dashur, po na ka forcuar logjikën. Ja them sot fëmijëve unë. Sigurisht. Se s'mendoja ndonjëherë që do i thosha fëmijëve të njëjta gjëra që më thoshë mua prindrit, po ja them. Ja që vjen një ditë. Po, vjen një ditë që ja them. Dua në fakt që fëmijët e mi të kenë atë liri, atë hapësirë që unë kisha. Të rriten, të lozin, pa kufizime, të dalin jashtë, që shumë e vështirë në këto kohë. Është jashtëzakonisht e vështirë. Thuajse pa mundur, sidomos në ambientet e lagjes, poshtë shtëpisë, poshtë pallatit. Në çfarë zone ke jetuar, Jorida? Unë kam jetuar përballë shkollës Derada, rruga Fortuzit, kur kam lëvizur nga shtëpia private. Ne i quanim shtëpi përdhese. Shtëpia përdhese në pallat, mua më zhdukur sikur më kanë marrë frymën. Tani, normalisht do kishim dy kofsha, po kemi dy kofsha dhe një kock këtu që ka zjerë shumë. Kemi dy krahët, kemi kurrizin dhe pjesën e gjoksit që unë mendoj që ne mund ta ndajmë në dy pjesë këtë këtu. Në që është pak si e madhe. Është e madhe, goxha. Unë kam 3 fëmijë dhe ne zihemi kush do ndaj dy kofshat. Se pas kam vetëm unë këtë hall, domethënë. Kjo akoma lëshon shumë avull. Ti nxjerrim ato? Po, i nxjerrim.
Zysha që na mësoi neve herën e parë këtë recetën, do na shaj që ne masakruam këtë pulën kështu. Mirë, më përveç pulës, të tjera shumë mirë kemi bërë. Pastaj pula duhet jetë më mirë ka që zjerë sa e pa zjerë. Po. Tani ne do i hedhim pak krip lëngut. Ja t'ja një sekonduar. Krip tjetër çka ka nevojë? Pak gjallë do ja hedhim lëngut. Dafinën e ka, edhe trumzën e ka. Unë asnjëherë s'e kam kuptuar këtë se sa ujë do për çfarë sasi jufkash. Unë këtë e bëj me sy. Edhe unë e bëj me sy, përpiqem që ti mbuloj. Kaq, po normalisht ato duan 1-2 raportin. Okej, kripën e ke këtu, nuk e di se sa krip do t'i hedhësh. Do t'i hedhi pak, unë ja hedh lëngut, nuk e di kujt ja hedh ti. Lëngut ja hedh. Po, ja të përdorim pak këtë lugën e vogël. Po i hedh një lugë krip, lugë çaj është kjo? Po. Lugë çaj është, okej. Edhe pak sa ta bëj një lugë. Tani unë mendoj që ta përzihem pak, po. Faleminderit. Po këtë e di ta bëj, këtë e bëj mirë. I bën dhe shumë gjëra të tjera. Kush është një, sigurisht. Kush është një ushqim që të kthej në familje? Pula me patate. Jo kjo. Disa thon pula me pilav. Me patate, me thënë të drejtën. Ka ndryshon shija me kohën, për shembull isha fëmijë dhe provoja bamjet, unë nuk i duroja kur. Tani bamja më duket një nga gjërat më të shijshme. Është kur rritesh, ndryshon komplet ajo qasja që ne kishim për perimet edhe për ato ushqimet që na dukeshin sikur na jepnin me zor. Ushqimi im i preferuar ka qenë gjella me bizele për shembull. Që fëmijë? Pak 12-13 vjeçë, gjërat të cilat i bënte gjithmonë nona ose gjyshja ishin të preferuarat. Qoftet. Gjithmonë gatimet e gjysheve janë... Edhe fëmijët e mi janë me fat që kanë gjyshe, të dyja gjyshet, që rriten me gjyshe në fakt. Sepse më vjen mirë që kanë mundësinë që edhe të krijojnë kujtime, po edhe ti referohen. Mendoj që kur kthehesh, pra kujtimet e fëmijërisë nuk kanë kuptim pa gjyshrit. Nuk e di pse unë e kam këtë... Unë besoj që janë pika reference shumë të rëndësishme. Po edhe për të mësuar, po edhe kur kthehesh pas në kohë. Se janë dhe aleat shumë të mirë, sidomos me prindrit dhe fëmijës, janë gjithmonë ato aty. Fëmijët e mi, djetë, vajzat sidomos, fillojnë që të bënin një bilancë. Nuk e mbaj mend konkretisht se çfarë po hanin, po filluan se këtë bën nëna më të mirë, se ti bën këtë më të mirë, se fillojnë që të bënin një analizë, dhe unë i thash sa mirë me marrë që të pëlqejnë të nënës. Kështu që i kam aty fëmijët bëjnë edhe shumë aleanca me gjyshre. Tani unë përgjithsisht këto gjërat që mbeten, unë i përdor për supë. Ose e bëj supë me lëng dhe këto i bëj me fije dhe jetë pak perime, karotën e grirë, kungullin e grirë, po, dhe i bëj më vete. Ose pastaj përpiqem që, ose i vën në tavë dhe i pjek. Po, përgjithsisht i përdor për supë se janë edhe të vështira për fëmijët për të konsumuar. Në fakt, po. Megjithatë ne i hedhim të gjitha, meqense i kemi fusim gjitha këtu. Mirë, atëherë po ndaj edhe këtë nëse është ftohur kjo. Di që tiranësit këtë e kanë si... Tani, unë... Më thuen qik si ndahen pjesët e mishit. Herën e fundit, kur e gatova, e hoqja qafën. Kurse, kur çdo që vjen, kur kemi dreka kështu familjare, e kanë kështu si privilegj qafë, kush do marri qafën. Tani... Si të thëriste gjyshja, kur isha vogël? Loli. E shikon gjithmonë gjyshit ka një mënyrë të veçantë për të na thirrur. Babi më thret Jorka edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që gjithë të tjerët ojor. Sidomos kur janë me nerva, ojor. Ajo është kur transmetojnë atë në çfarë humori janë, në çfarë modi janë. Unë po e heq pak të që mos në ngatroj këtu, po. Atëherë ne këtë do t'ja hedhim me garuzhde apo si do? E kemi një garuzhde më mirë që ta shohim me sy? Ne kemi të gjitha pajisjet, më mirë se në restorant. Të gjitha instrumentet e mundshme. Unë gatuaj me një çik shumë krip, tani e kurseva në çik vetën, po përgjithsisht që nuk bën shumë mirë. Tani ka një variant, siç të thash, që e skuq edhe pak qepën përpara dhe e përzihen me këtë lëngun këtu. Dhe ja hedh të gjitha. Dhe ja hedh të gjitha bashk. Ajo e zbut një çik, sidomos kur jep edhe qepës krip. Jep dhe më shumë shije, besoj. E zbut një çik. Po këtu për shkak po ta shohësh era dafinës, era trumzës. I ka dhënë shumë aromë.
nevojë edhe për një çik. Sa do qëndroj në furrë për sa? Sa po të marrin çik ngjyrë, të thithi lëngun, do kisha dëshirë që të hidhin edhe pak gjalp prap. Po, ja edhim sipër prap. Edhe pak fare vaj ulliri. Tjetër. E do tani ajo në çik në fund. Çfarë nuk mungon kurrë në kuzhinën tënde? Gjalpi i pari. Është një produkt që kemi filluar që ta përdorim tek biskota, tek keku, tek shumë gjëra. Dhe dyta, erzat. I kam zbuluar erzat mbasi jam kthyer nga Anglia. Deri atëhere... I mësove atje? I mësova atje në konvikt në Angli ka shumë indian, ka shumë kinez, ka shumë kinez, të cilët ka qenë bigëri kineze, mbajnë mend si tani duhet jetë rreth shkurtit në mos gaboj dhe unë futem në atë vendin ku jetonim dhe unë isha vetëm student postgraduate, domethënë të masterit të mbi 22 vjeç dhe dëgjoj një zhurmë, thash çfarë po ndodh, po ishte gjithë godina sikur tundej. Dhe ishin gjithë të kinezë që prenin ato gjërat e vogla, kastravecat, karotat, me të njëjtit ritëm. Dhe ai ka qenë një spunto për mua që edhe të hapesha ndë kuzhinave tjera, se mësuar pak tradicionale, pak e kufizuar ndoshta në shije. Në fakt ajo është një periudhë që është pak e nxehtë. Mos të pengojmë ty. Perfekt. E po gëzuar? Gëzuar. Ja sikur hiku gjysmë puna. Tani me zor të presim që të na bëhet. Se ti ke këto pjatanca dhe këto taljeret këtu. Ato do marrim, po. Unë po liroj dhe pak vend. Ke një ushqim të thjesht që kur s'di çfarë të gatuash i bie pak shkurt? Ja këto. Këto për ne janë shumë mirë, po fëmijët se sa do t'i donin. Fëmijët kanë makaronat, po ne përpiqemi që t'i shmangim sa të mundemi. Po, mos jenë ai ushqimi kryesor. I kemi mësuar që u kanë qenë shumë të vegjël, që u kanë filluar shihet, që 6 muajsh t'i provojnë të gjitha. Për shembull, mbaj mend e hanin atë spinaqin, i dilnin lot nga syt, më vinë të keq. Po, ama e hanin. E hanin. Tani përpiqemi që edhe të kompensojmë, se ndoshta ajo gjatë gjithë ditës janë me ne, përpiqemi që t'i kompensojmë pak edhe këto vlerat ushqimore të munguara gjatë ditës. Po për mua, për shembull, gjërat më të thjeshta për të bërë janë këto. Gjërat e shpejta, taljeret. Antipastat janë, sidomos mbas dite për të pirë një gotë verë qetë dhe për të mos se tepruar, janë shumë të mira. Janë fantastike, edhe pse pa verë pastaj këto nuk shkojnë fare. Sikur s'kan kuptim. I fton miqt në shtëpi, Jorida? Shpesh, shumë. Jemi akoma në këto, apo na ka humbur i gjithë kjo? Shiko, tani që janë rritur pak fëmijët, po. Për mua gatimi është edhe një çlirim nga lodhja, nga heqja e ngarkesës së ditës, është antistres, të them drejtën. Kam shumë dëshirë që të gatuaj, edhe të eksperimentoj, edhe të provoj gjëra të reja, dhe përgjithsisht mblidhemi me miqt. Ja dola më në fund. Unë them që ne këto duhet janë me dorë. Zgjedhja është e jotja gjithsesi. Gëzuar. Kush është specialiteti në kuzhinën tënde? Çfarë qan, Jorida? Tani shumë gjëra. Pa mburur veten. Kuzhinën tradicionale unë i bëj që të gjitha. Edhe kam shumë qejf për shembull kur ndonjë nga miqtë të përbashkët thot kur do na bësh atë bukën e misrit. Bukën e misrit vet? Po, e bëj bukën e misrit vet. Unë ndjek në Instagram disa blogera për ushqimin. 2 shqiptare dhe disa të cilat janë jashtë. Më pëlqen shumë që shtroj tavolinën, më pëlqen që të gatuaj. Dhe këto blogerat shqiptare, njëra është pak më dietike, njëra është pak më ushqim tradicional që ne kemi, është edhe për fëmijët. Dhe përpiqem gjëra tradicionale unë i gatuaj që të gjitha, se jam mësuar që në familje. Po kam filluar me kohë që edhe të provoj receta të reja. Po këtë tradicionalja jam shumë rehat. Kur unë pyesja për shembull mamin, kur u martova, do bëj
gjell me patate, merr prej qepët, skuqi, bëj mishin, bëj domatet, bëj këto, pastaj të nesme mami do bëj gjell me bizele, merr prej qepët, skuqi dhe mifte të njëjtën recetë. Unë i thosha po pse gjitha njësoj? Po plus për tjetër gjitha njësoj bën, gjitha njësoj më thoshte mua se lodhesh. Baza e kuzhinës mediterrane, ajo është qepa, domatja, hudhra, pastaj me zarzavate në pjesën e verës. Kam filluar që të përdor erëzat më shumë, edhe duke përpjekur që t'i alternoj që fëmijët kenë shumë ngjyra. Për shembull, i kemi mësuar me brokolin dhe me lule lakër. Mua të më thuash sot që ha sallat me brokoli dhe lule lakër, vetëm ato nuk i haj dot. Kurse fëmijët i han, i kemi mësuar që t'i han. Kam parë këtë opsionin në Itali, që mbase nuk është vetëm në Itali, që qytetarët marrin parcela me qira dhe i mbjellin vetë gjërat e tyre. Edhe kjo është shumë e bukur, pavarësisht faktit që ti bën vetë gjërat e tua, por futet edhe fëmijët që ti prekin, ti shohin. Sepse unë shoh që kur fëmijët vinë në Food Lovers, që ne bëjmë klasa edhe për fëmijët, ajo ndjesia dhe emocioni kur kapin produktet me dorë është... Ne kemi aktivitetin tonë të preferuar, të bëjmë biskota për shumë për vitëri, gjithmonë kemi një traditë, bëjmë biskotat me gjalpe dhe me bajame, dhe ban një shumë të mirë shtëpia. Bëjmë kek bashk, bëjmë petullat e mëngjesit bashk, e kemi si një aktivitet për bashkët. Nuk i kemi mundësit që të kemi një ngastër toke, po sa herë që kemi mundësi që të shkojmë diku, duan të shkojmë në fshat për shembull, ose të marrim domatet i këpusim, ose speca, edhe me aktivitete kur shkojnë në një shkollë vere, bëjnë diçka dhe i pëlqen që ta bëjnë këtë pjesë. Tani që t'jemi realist, jo të gjithë i kanë mundësit dhe jemi edhe në një situatë ku ka shumë familje që ndoshta nuk i kanë mundësit për t'i pasur të gjitha ato që duhet ketë një fëmijë ose një familje normale, por e rëndësishme është që çdo prind kujdeset që të paktën vlerat ushqimore brenda ditës ti marri. Absolutisht. Më the pak që parë për kohën kur ti ishe me studime jashtë. Kush është një produkt, një ushqim, një gatim më i çuditshëm që ke ngrënë nga miqtë e tu kinez apo indian? Kur kanë provuar indianin për herë të parë, kur kanë provuar kastravecat e skuqura për herë të parë, për shkak se kisha provuar një kastravecat të skuqur, kanë qenë sa gjëra të veçanta që ndoshta s'isha ekspozuar deri atëherë. Tani jemi gati për momentin. Tani me shumë kujdes. Duke biseduar neve mos e lam pak më shumë se ç'duhet, po është okay. Një çik. Shikon erën e mirë? Shumë kujdes. Unë besoj që është super gati. Ta fikim edhe këto. Tani, po ta shofësh, këto e kanë thithur lëngun, kanë ngelur pak fare. Po, që të mos jetë aq që e thatë, normalisht. Po kjo e thith normalisht edhe vetë këtë. Po të rri pak. E mire do ishte që kjo të rrinte pak, edhe ne mos ta ndanim kaq të nxehtë. Por ne do ta ha. Po nuk kanë çfarë, dhe kjo gjaka është shumë bukur që mua më vjen keq që neve ta ndajmë. Po. Do më ndihmosh me po. Një tip. Shifë të bën punë kjo? Kjo është shumë mirë. Çfarë cope do? S'ka gjë, këto të gjoksit është okay. Kësa gjalpi kemi hedhur. Në tonë gjalp kjo gjëja. Nuk do ta teprojmë më herë tjetër. Vetëm për këtë rast. Dhe pula mbaner shumë të mirë. Kam përshtypjen që neve bëm pak bisede aty dhe duhet ta kishim hequr një çik më herët. Pak fare më herët. Ka gjë se e rëndësishme është që të jetë bërë, kështu që. Mjaftu shumë kaq? Po mirë, po ha me apo do i shik më shumë. S'ka gjë, nuk ka gjë, po ha kaq sot. Po bëj sikur ha pak. Po unë thash të merje ti kofshën pra. Jo, e lash. Pse do ta lim? Më dietike. Qa mund ta dekorojmë ne këtë? Qa mund t'i jedhim diçka sipër prap apo? Tani ne këtu gjë s'kemi, veç po e zbukurojmë me një çik trumz këtu. Po. E nisëm me trumz dhe mbyllim me trumz. No, shumë mirë është. Ja. Kaq. Shiko sa se ndryshon komplet imazhin. Kaq. Po, nuk duket keqe? Është, e imja po njerë, të ndër ne ke bërë pak më minimaliste. Ja, erdhi momenti final.
Ke ndonjë rutinë të caktuar që e bën në kuzhinën tënde, një drek që do ta dekorosh ashtu si çdo mbulesa, detajet? Shiko, ndonjëherë mua më qëllon që kur gatuaj, nuk haj dot. Ndodh kjo në fakt. Nuk është se kam një rutinë të preferuar, por diçka të preferuar në tryezë, po ne kemi një zakon të mirë në fakt, që ne përpiqemi që një vakt në ditë ta ham gjithë bashkë. Të ulemi gjithë bashkë rreth tryezës dhe flasim, pyes fëmijët si keni kaluar, çfarë bërën në shkollë. Tani që janë rritur pak është edhe shumë interesante, sa janë komplet tre individ në vete që po rriten në sytë e mi. Edhe duhet jetë shumë e vështirë pjesa e fëmijët janë shumë diferent në shije. Njëri e do. Mami im thoshte gjithmonë, njëri do të zirë, tjetri do të skuqur, tjetri do të pjekur. Janë shumë, domethënë edhe binjaket që janë që mendohet që mund të kenë shije të njëjta janë komplet të ndryshme në shije, komplet të ndryshme. Edhe qumshin, njëri të ftohtë, njëri pak më të ngrohtë, çdo gjë secili sipas preferencave të tyre. Tani po të them zyrtarisht mirë se erdhe prap. Faleminderit ti për ftesën që më bëre. Nuk ka dalë aq mirë sa unë do mendoja. Do ta bëjmë shumë biseda ne, po imja është shumë e mirë, ta garantoj unë. Ti tënden ti duhet të kesh shumë më tepër, ti duhet jesh shumë më kërkuese, por për mua shumë okay. Gëzuar dhe faleminderit. Bëft mirë. Ku shkoj unë pa verën, domethënë, si mundet të harroj verën? Kemi pirë shumë pak sot. Kemi folur më shumë. Po bravo, ka shumë pas kemi folur. Unë doja ta njenim pak Joridën për te asaj çfarë njohim në ekran. Edhe doja të pjesa e familjes, pra doja ta shija Joridën në të gatuar. Më pej Po, prandaj ishte edhe ajo ideja që të ftoja edhe të kisha kënaqësinë që ti gatove një pjatë për mua sot. Do ta provojmë apo? Po. Në këtë momentin me zor pres, sidomos kur nuk e gatuaj unë. Tani ne jodhëm pak krip, unë jam e sigurt që unë dua më shumë krip për vete. Krip i shtojmë neve. Jo, po e them, po e diskutoj si e do pa krip apo ja. Dhe ndjet që ja gjalpi, sa shumë i kemi hedhur. Po, gjalpi ja jep gjithë lezetin për të thënë vërtetën. Krip sa të duash. Çfarë roli ka luajtur familja në gjithë të bërit karrierë politike? Që nga familja jote e ngushta, e hershmja, dhe deri tani që Shumë në fakt. Me bashkëshortin edhe me fëmijët. Shumë në fakt. Në ato fillime edhe familja është dhe një nga arsyet që edhe në momentet vështira vazhdon, në momentet vështira kur merr vendime, sigurisht edhe t'inkurajon. Unë që kur kam përfunduar studimet, edhe në momentin që zgjodha karrierën time, me idenë se çfarë do zgjidhja, kam pasur mamin referencë. Edhe më pas, tani që gjithë kohës, duke pas parasysh edhe faktin që ne jemi me orë larg shtëpisë, që është punë impenjative, kërkon angazhim, jo vetëm largesa, po edhe angazhim mendor. Shpeshherë ti shkon në shtëpi dhe unë nuk e ndaj dot veten për shkak nga ajo që më ka ndodhur gjatë ditës dhe nuk e kam dot mësuar që kur futem në shtëpi mos flas për këto probleme. E transmetoj ndonjëherë në shtëpi. Edhe ka shumë rëndësi edhe ambienti që gjen, po edhe mbështetja që merr. Mio duhet jenë ekspert tani të dhënit mendime se i njohin terminologjitë e politikës. Përpiqemi që t'i mbajmë pak larg. Kjo fushat ka qenë hera parë që janë përfshirë pak më shumë. Përpiqem që të mos jo indoktrinoj, po të mos t'i udhëzoj unë, dua që t'i bëj zgjedhjet e veta ato. Këtë fushat ato janë përfshirë dhe më vjen keq se u përfshin pak intensivisht, sepse edhe pjesa mbas zgjedhjeve zgjati më shumë, numërimi zgjati shumë. Dhe unë i kisha premtuar që deri më 11 maj do isha aq larg nga shtëpia, pastaj kur filloi numërimi që unë isha akoma përsëri larg, kërkonin llogari. Kërkonin akoma llogari. Si ua shpjegon fëmijëve çfarë është puna që ti bën? Për herë të parë kam shpjeguar kur kam votuar në 2023-shin. I lam tek gjyshja dhe pse ku po shkon do shkojmë të votojmë. Çfarë është votimi?
Mami duhet zgjidhet në punë, po babi zgjidhet, jo babi nuk zgjidhet. Babi është rehat, thoshte babi nuk zgjidhet. Babi s'kishte nevojë. Jo, nuk ka nevojë. Po çfarë pastaj se ti votohesh, çfarë do të thonë që të shkoj të flas atje në parlament dhe të bëj gjëra. Do të thonë që momentin që ja tham, deri kur shkuan votuan kaluan 2 orë me çfarë? Pse? Po në fakt është shumë e vështirë për ta shpjeguar. Shumë e vështirë. Ja lidha me shkollën, në parlament kanë ardhur, sepse kanë ardhur në si një pjesë një turi për të bërë një tur se si në pjesën e verës, kur gjithë prindërit i ftonin nëpër institucione, dhe unë i thash zyshave atëherë kanë qenë klasë parë vajzat, që mund të vini dhe të bëni një tur që ta shohin, e kishin parë dhe e dinin ku punoja, por nuk e dinin se çfarë ishte puna. Është e vështirë të shkëpusësh ty nga politika, po si e gjen veten kohën e lirë, me çfarë merresh, çfarë lexon, kush është hobbyt? Është e vështirë për faktin se kjo gjë që unë bëj nuk është se ti e shkëput dot vetëm, për shembull, edhe kur shkoj bëj pazar, kur dëgjoj në njëri që ankohet sa është rrit çmimi, hop direkt përfshihet. Është diçka që është mision, nuk është një punë me tetor. Sigurisht që njeriu ka nevojë që ta shkëpusi veten nga edhe për një qetësi mendore, leximi është për mua një burim paqeje. Unë heci shumë edhe dëgjoj muzikë. Ne kemi në Spotify një listë përbashkët me bashortin. Tani na kanë futur duart një çik fëmijët dhe marrin celularin edhe shtojnë ndoj këngë ose fillojnë dëgjojnë një këngë dhe ndryshon radha atje. Përveç gatimit kam shumë dëshirë që të merrem me lule, edhe me shpinë të merrem. Ndoshta lidhet edhe me, unë jam gafore si shenjë dhe jam shumë e lidhur me shpinë. Edhe ndoshta lidhet edhe me ndjesitë që unë kam. Po ka gjëra nga më të ndryshme, për shembull në përfundjava në një aktivitet fizik, deri vonë kemi lozur volejboll me një ekip gjysamator. Interesant se do të pyesja nëse ke ndonjë sport që e pëlqen. Sporti i familjes tonë është futbolli. Fatkeqësisht dhe vajza në skuadrën e zemrës. Po, edhe vajzave është futur, ne kemi mësuar, nga që jemi përpjekur që të krijojmë disa rutina në familje, i kemi çuar në stadium shumë të vogla, jemi përpjekur që ta mësonim me ekipin sepse unë ashtu jam me Tiranën në shkallë të stadiumit. Po atyre tani është mbushur mendja që do bëhen futbolliste dhe jam në fazën që dua t'i mbush mendjen që ky është një pasion, jo punë. Ndjekur për ta parë, por jo për ta bërë. Kjo është një pasion, jo punë. Dhe kur takojnë dikë për shkak të thonë që dua të bëhen futbollistë, më thonë, po pse ka dhe goca, pse ja heq? Nuk është se dua t'ja heq unë. Unë duaj që ato të bëjnë ato që duan, por nuk mendoj që jemi gati për profesionin ta zgjedhur tani këtë moshë. Çfarë do ishte bërë Jorida nëse do ishte një politikane e suksesshme? Tani unë futa ekonomikut dhe isha pedagoge në ekonomik. Do vazhdoja atje, përfundova doktoraturën, jashtë masterin. Nëse s'do isha futur ekonomikut, do isha bërë një juriste. Edhe shoh shumë veten në një sallë gjyqi. Duke kërkuar llogari për të çuar drejtësi në vend. E shoh shumë veten si një juriste. Dëshira ime do kishte qenë që të punoja në sektorin privat. E kam menduar shumë, sepse duke qenë se jam pedagoge. Lëndaj që ti je. Po, duke qenë se jam pedagoge, duke qenë se ka lidhje me biznesin, do kisha shumë dëshirë që të punoja në sektorin privat. Ka një pamje komplet tjetër, një narrativ komplet tjetër, edhe për mua kjo është diçka interesante. Po. Çfarë të bën të lumtur? Tani shumë gjëra. Sigurisht nuk ka asgjë të prerë, po të thash unë do kisha shumë dëshirë që ta shihnin pak profilin tënd për shumë gjëra. Më kënaq për shumë të lumtur është fjalë e madhe, se mund të qelloj që njerëzit janë të lumtur një periudhë. Jeta nuk është. Çfarë të lumturon në një moment caktuar? Lumturia nuk është domosdoshmërisht një gjë nuk është një status permanent. Po, eksakt. Ajo vjen, ikën, sigurisht që njeriu ka satisfaksionet e veta. Mua m'pëlqejnë kur krijoj këto rutinat e mia. Kafja mëngjesit në shtëpi, për shembull, është një moment kënaqësie për mua. Momenti kur ti hyn në shtëpi dhe të vinë përqafojnë fëmijët në darkë është një moment kënaqësie për mua. Është moment kënaqësie kur takon njerëz në rrugë dhe më thotë që sa mirë ja bëre Ramos kur i the kështu. Është moment kënaqësie kur ke disa arritje të vogla në profesionin tënd. Moment kënaqësie për shkak kur ecën shi, kur shef një perëndim të bukur. Ka shumë momente kënaqësie që momentet janë kaq të vogla që lidhen edhe me jetën time profesionale, domethënë ato gjërat që t'japin kënaqësinë profesionale, por edhe sigurisht momente që lidhen me familjen.
Cili ka qenë një moment më i vështirë i jetës tënde? Që kur e shikon tani nga jashtë thua, o Zot. Shumë. Ka qelluar në shumë raste. Një moment i vështirë ka qenë kur për shembull nuk vinin vajzat. Ne kemi lindur vajzat mbas 10 vitesh martesë. Edhe njëherë menduam që s'do vinin asnjëherë, që do ishin vetëm ne të dy. Sigurisht që do ishte në rregull, do jetonim të dy, jeta nuk do mbaronte. Por ti fillon i vë pikpyetje vetes, ç'a do bëj unë, si do ja kaloj, fillon edhe të vendosen gjithë gjërat në një prizëm tjetër. Pastaj kur erdhën vajzat, ndryshuan prioritetet. Çfarë do bëjmë tani me dy vajza? Pastaj kur erdhi djali, tash si do jetoj unë, nuk e di kur do flej gjumë unë. Ka pasur momente të vështira në pjesën profesionale, për shembull 3 vitet e fundit s'kan qenë të lehta, kanë qenë shumë të vështira. Ka pasur përballje edhe me kundërshtarin, po edhe debate në parti. E thash edhe pak më përpara, ndoshta e mira dhe e keqja ime është pjesa emotive, që unë i përjetoj shumë gjëra dhe duke qenë se i përjetoj e kam me të vërtetë atë gjën. Nuk bëj dot gjasme. Nuk e bëj dot debatin gjasme. Nuk e ndam dot nga vetja. Ndoshta e përjetoj pak më shumë se ç'duhet. Nuk e bëj dot as debatin gjasme, as atë që do them gjasme. Njerëzit që vinë, për shembull që kanë një shqetësim, që kërkojnë diçka, përpiqem që të lidhem me to. Gëzuar se harrove. Edhe për këtë. Harrove. Çfarë mëson njeriu nga dështimet? Shumë gjëra, edhe unë për vete profesionalisht për shembull ta dija që do kisha këtë mundësi para 10 vitesh. Nëse ndodhte diçka para 10 vitesh, unë kisha, domethënë, po si do ja bëj. Ndërkohë që tani më duket të marr një rrugë tjetër, njeriu aty shifet. Kur është një moment vështirë, kur është rrëzuar se si ringrihet. Kam lexuar një shprehje shumë interesante para pak kohësh që thoshte e gjitha do kaloj. Kjo është e sigurt. E gjitha do kaloj, edhe lumturia shumë e madhe, edhe mërzia shumë e madhe, edhe zhgënjimi shumë i madh, po e rëndësishme është si do jesh ti mbas atyre. Çfarë efektit lë ajo mbrapa? Si do jesh ti mbas atyre? Edhe nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe, edhe të dështosh, edhe të mërzitesh, edhe të qash ndonjëherë. E rëndësishme është që ti ringrihesh dhe ku je. Të ridimensionohesh. A je gati ta shpikësh veten, a je gati të ndryshosh, a je gati të mësosh nga gabimet, a je gati që edhe të rritesh, jo vetëm profesionalisht, po edhe mendërisht, është të shohësh mundësi të reja, gjëra që ndoshta si ke provuar më parë. Kjo është sfida për njerëzit. Mendoj që ne dështimet na bëjnë në fakt ato na e vërtetësh. Kam parë shpesh herë që ke një ndjeshmëri shumë të veçantë për të moshuarit edhe për të rinjt, por po fokusohem më shumë tek të rinjt, duke qenë se për faktin që i kanë fëmijët në atë moshë, edhe shoh që janë një brez totalisht i pa orientuar dhe ndoshta dhe i harruar nga shumë aspekte. Nga njëra nuk e di politikat sociale mbase nuk janë të duhura, por nuk dua të merrem me pjesën politike se nuk merrem unë, s'ka gjë. Absolutisht nuk është fusha ime. Por mendoj që kanë nevojë për orientim dhe për shembullat që folëm pak më parë, që ne kemi nevojë që të transmetojmë shembuj pozitiv dhe më shumti se sa flasim, kemi nevojë t'ju tregojmë nga shembulli ynë. Çfarë mesazhi do ju jepje të rinjve që janë totalisht pa orientuar, edhe po përpiqen të gjejnë veten? Kam takuar shumë njerëz, sidomos vitin e fundit, po në përgjithësi, që besojnë që nuk ja dilet. Edhe kjo është gjëja më e vështirë për të thyer. Njëri nga këto është në shtëpi time, që bëjmë luftë çdo ditë me këtë barrierë. Jo, po nuk i dilet. Jo, po këtu po nuk njohet dikë, nuk ka mundësi. Kur ishin zgjedhjet, nuk do fitosh. Do fitoj, kam hyrë dhe do fitoj, me votë personale dhe do fitoj. Domethënë, njerëzit janë mësuar dhe me një status quo që gjërat nuk ndryshohen. Është çik mendim kolektiv që e thot njëri, e thot dhe tjetri, e thot të gjithë bashkë. Domethënë mungesa shpresës është gjëja më e vështirë dhe unë mendoj që ajo që ka nevojë sot brezi i ri është pikërisht kjo, si ta risjellim shpresën. Se ti bëjmë besojmë që me meritokraci ja del. Dhe kjo është gjëja më e vështirë edhe për të rinjt, mendoj. Dhe ky është edhe mesazhi që kanë nevojë të rinjt që të marrin. Përpiqem sa herë që kemi një hapësirë për internship në parlament pranë komisionit tim, unë marr gjithmonë të rinj, përpiqem që ndihmoj t'ja për letra rekomandimi, ndonjëherë dhe gabon, se me dëshirën e mirë me dëshirën e mirë për të ndihmuar, po
Do më thënë përpiqem që çdo hapësirë që kam ti jap ato mundësi që ndoshta unë do kisha dashur kur isha vetë e re. Cila është ajo vlerë apo parimi që s'do bëje dot kurr kompromis, që s'do ta tradhtoje kurr idenë tënde? Ajo që unë mendoj dhe besoj. E kam shumë të vështirë. E kam shumë të vështirë që të them dhe të bëj diçka që nuk e mendoj dhe e besoj. Të dalësh kundër asaj që ti vërtet beson. Që mundem edhe ta kem gabim. Mundem patjetër që të gaboj, nuk ka absolutisht asnjë diskutim. Po nuk e bëj dot diçka që nuk e besoj. Vërejtë shumë e mirë, ta thash. Ti të kapur ankthi se duhet ikësh te fëmijët. Do ta kishim pirë me shumë qetësi, me shumë Vërejtë shumë e mirë dhe mua më vjen mirë që prej teje kam njohur edhe një rreth, një grup edhe prodhuesi shqiptar. Në një herë këtu kemi qenë edhe me disa biznese shqiptare që kam shumë dëshirë që t'i shoh që të ecim përpara. Unë jam përpjekur shumë në fakt që t'ju jap hapësirën e duhur dhe ato njerëzit që janë kaq të thjeshtë dhe përpiqen me kaq shumë mund që ndërtojnë atë biznesin e tyre ditë pas dite. Jam përpjekur që çfarë hapësire kam patur unë në dispozicion t'ju jap, t'i përfshi, t'ju përcjell, se e them shpesh herë që italianët nuk kanë asgjë më shumë se ne në thonjza, sepse patjetër nuk kemi pse të krahasohemi. Kanë pasionin, kanë kulturën, traditën. Din ta mbështesin njëri tjetrin, produktin e tyre, din t'i japin vlerë dhe kanë ditur ta, përveç se ta bëjnë, kanë ditur dhe ta shesin. E vërtet. Të kthehemi pak te ato gjërat më intime edhe më personale, që ti, të paktën unë nuk kam një intervistë që ti e ke ndarë dhe e ke folur. Jam shumë kurioze çfarë është dashuria për Joridën. Ka ndryshuar me kohë. Do më thënë, në momente të ndryshme ti ke një koncept të ndryshëm. Sigurisht që nuk është ajo platonika që mendonim kur ishim 18 vjeç. Nuk është edhe ajo e rrëmujshmja që mendonim në rini. Unë mendoj që e rëndësishme është që të kesh në krah njeriun që të kupton, të mbështet, që ndan me ty sfidat, që është me ty në momentet të vështira, se në momentet mira janë me ty të gjithë. Kjo është pak po e sigurt. Që i përjeton gjërat ashtu siç i përjeton ti, për mua ka shumë rëndësi që të flasim, që të diskutojmë, që diskutojmë kush janë problemet, të diskutojmë për zgjidhjet, edhe për mua ka shumë rëndësi edhe kritika. Meqense nuk e pranoj, do më thënë momentin e parë nuk e pranoj. Mbasi nuk e pranon drejt për drejt. Nuk e pranoj, filloj gjej justifikim, po më vendos në një mënyrë të menduari që çfarë të ndryshoj. Po kjo është gjëja më e bukur. Kritika unë e shoh si pjesë të rritjes dhe jo si një gjë që ti duhet i bësh rezistent. Jo, edhe do më thënë, dhe nuk e shoh. Kur vjen nga një njerëz që ti sigurisht që të do të mirën, që të do në këtë kuptim. Nuk e shoh në kuptimin e, do më thënë, e shoh edhe marrëdhënien, edhe dashurinë e shoh pikërisht si një plotësues të gjitha këtyre. Edhe një rritje e përbashkët. Do thënë, kapim për dorë dhe rritemi bashkë. Rritëm ashtu mund të funksionoj. Po. Ndryshe nuk funksionon. Në momentin që rritet vetëm njëri që do. Historia. Gëzuar. A je ndjerë shpesh herë e paragjykuar, e keq kuptuar si një femër në politikë? Unë jam përpjekur që të qenin tim vajzë, grua, nën, të mos ta përdor në politikë. Nuk më ke parë ndonjëherë që unë të mbroj çështje gjinore, mbroj dhunën ndaj grave, edhe kotat në politikë, po s'më ke parë ndonjëherë që të viktimizohem dhe të them mos më sulmo mua se jam grua. Jam përpjekur që në atë sallën e parlamentit ta vendos autoritetin tim me punë. Edhe kur dikush e ka përdorur faktin që jam grua, që e ke zërin e hollë, që pse bë, e kam evituar. Unë jam në politikë sepse jam unë, nuk ka rëndësi jam grua apo jam burr. Kam qenë për 8 vite me radhë deputetja më aktive e parlamentit, në mënyrë absolute, burra dhe gra bashkë, që nuk ka lidhje fare me gjinin, ka lidhje me individin dhe me punën që bën individi. Dhe ndonjëherë mendoj që gratë bëjnë punën çik më mirë, them drejtën. Shumë më mirë. Pa modesti, shumë më mirë. Çfarë ka ndryshuar tek Jorida që nga koha kur ka hyrë në politikë? Shumë gjëra, tani nuk di të them, jam rritur, është e vërtet që jam rritur. Ka ndryshuar mënyra se si komunikoj me njerëzit, mënyra se si e shoh punën, mënyra se si punoj me ekipin tim.
Edhe bashkëpunimi në politikë nuk ja del dot vetë. Ti ke nevojë për një ekip, askush nga ne nuk është ishull. Askund nuk ja dalim dot vetë. Askush nuk është ishull. Ti ke nevojë për një ekip, ti nuk mund të ecësh dot vetëm ti. Duhet patjetër që i gjithë ekipi të ecë bashkë. Dhe këto mënyra të menduarim kanë ardhur me kohë, nuk i kam pasur në fillim. Cila është një arritje për të cilën ndihesh më shumë ti krenare? Mendoj që femrat, zonjat, duhet ndjen krenare për shumë gjëra, çfarë arrin dhe çfarë bëjnë në jetë, po. Në kaq pak eksperiencë sa kam, shpresoj që të kem dhe më shumë në pjesën profesionale, kam bërë shumë gjëra, kam qenë pedagoge, kam dhe mësim, kam studiuar jashtë, kam qenë zëvendës kryetare bashkie, në parlament, domethënë kam provuar shumë gjëra në politikë, po për mua arritje më të madhe se sa të qenit në nuk ka pasur. Nga të gjitha gjërat që unë kam bërë në politikë kam mësuar shumë, po unë jam rritur dhe kam ndryshuar, edhe jam bërë njëri më i mirë ku jam bërë me fëmijë. Në mënyrë absolute. Do më thënë, më ka ndryshuar mua sot një vendim që e marrë, diçka që e them, e bëj, do ta lexoj nesër vajzat e mia çfarë do mendojnë për mua. Nëse unë do e merrja këtë vendim për shkollën e fëmijës tim, çfarë do bëja? Domethënë në këtë prizëm unë përpiqem që ti dimensionoj të gjitha gjërat në këtë drejtim. Çdo ta bësh në këtë drejtim. Aspekt. Po. Neve kemi një moment që bëjmë një pyetje pak me spec. Tjetër? Por nuk është aq pikante, se sa ti mos t'i përgjigjesh, por pastaj do i gjej një mënyrë, tjetër trëmbem si gocë Tirana ti nuk e ke as pak problem që t'ia fusësh një shot edhe të mos përgjigjesh. E mbaroj unë ato fare. Por ka dhe një favor tjetër që nëse ti përgjigjesh mund të mos sfidosh mua me një pyetje. Ta provojmë. Kështu që merr njërin. Çfarë të do lexoj unë apo ti? Ti do ta lexosh. Cila është gjëja më e çmendur që ke bërë për dashuri? Jam martuar. Kjo ishte shumë e tjetër. Të jetë ka që të çmendur vallë. Do më shumë të çmendur se sa kaq. Jo, kur isha më e vogël, i thosha prindërve të mi që unë nuk martohem kurrë. Asnjëherë nuk martohem, jam gjithë jetën këtu në shtëpi. Nuk e di të them drejtën, po martesa më është dukur vendimi më çmendur që kam marrë. Po në fakt tani që po e mendoj, sepse kisha menduar, po është pikërisht ashtu. Që më çmendur që mund të përgjigje apo jo, si quhet? Po, sigurisht u përgjigje, edhe kështu flak për flak madje. Ke drejt një tjetër apo jo? Ke drejt të bësh një pyetje. Nëse nuk do kishe marrë këtë rrugë në profesion, çfarë do kishe bërë? Nuk e di pse jam krijuar si një lloj njeriu që afashinohet nga arti, nga e bukura. Ëndra ime ka qenë dy, ëndrat e mia më sakt. Njëra ka qenë baleti, klasiku, që edhe sot e kësaj dite kam një tjetër qasje për të. Dhe tjetra ka qenë stilimi. Unë kam do i gjej veten nuk e njëra tek tjetra. Kam tentuar të bëj stilistën, kjo është hera parë që e them, kur isha diku 14, ndoshta deri 20 vjeç. Kam stiluar gjithë veshjet e mia, i kam qepur vetë, i kam bërë gjitha vetë dhe kur më shikonin thon ku e ke marrë, ku e ke gjetur, kisha një kreativitet pa parë. Dhe më pëlqen e bukur shumë. Edhe kjo lidhet me edhe kjo lidhet. Shpresoj që një ditë i rikthehem. Po. Do ishte e bukur. Nuk është kur vonë. Shpresojmë që jo. Ishte shumë kënaqësi të kisha këtu sot. Shumë faleminderit edhe për rëmuin. Do doja që shumë të bisedonim çështje shumë më jashtë gjithë kësaj dritave si mama, edhe si mikesh shumë e mirë. Neve e bëm këtë në fakt, edhe unë jam pak e kufizuar, domethënë përpiqem që të mos bëj shumë intervista të tilla, po ti pa bërë shumë të lehtë dhe kjo është një gjë që ndodhi në një ambient që unë vi normalisht. Nuk është një ambient jashtë atij që unë nuk kam ardhur normalisht. Shumë faleminderit që më ke bërë pjesë të networkut tënd. Shumë faleminderit dhe një gjithmonë një pritur në çdo moment për të gatuar apo për të ndarë bisedën. Gëzuar dhe të shkof mbar. Faleminderit. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olive Oil.